Ta ndërtojmë stacionin e autobusave, do t'i zgjerojmë dhe do t'i ndërtojmë disa rrugë në qytet që na i konsiderojmë se janë arterje kryesore të cilat e çlirojnë qytetin nga komunikacioni. Na veç investimet kapitale kemi adresuar domethënë për vitet e ardhshme, veçanërisht për vitin 2026-27. Dhe por këtu do të flasim për mandatin 4 vjeçar investimet kryesore kapitale të cilat do ta transformojnë qytetin e Voshtrisë, që kemi filluar me sheshin dhe parkingun në Toksor, do ta përfundojmë tregun e Gjelbër, do ta ndërtojmë stacionin e autobusave, do t'i zgjerojmë dhe do t'i ndërtojmë disa rrugë në qytet që na i konsiderojmë se janë arterje kryesore të cilat e çlirojnë qytetin nga komunikacioni, siç është rruga Jeton Tërstena që fillon nga rruga Faruk Beqiri në drejtim të Nadakovcit, mandej kemi rrugën Mustaf Halili që fillon nga varrezat e vjetra të qytetit dhe lidhet me Novolan, mandej e kemi rrugën e lidhja e Lezhës që fillon prej lumit Tërstena përkatësisht fillon te Muzeu i Qytetit deri te përmendorja e Blerë Mzuçakut, mandej rruga Ismail Qemali që është prej bankave të qytetit, rruga Dëshmorët e Kombit deri te rruga Bahrikuqi, rrugën Bahrikuqi prej rrethit të Flamuris deri në qendër të fshatit të Gojbul, mandej rruga Ukshin Kovačica që lidhet prej sheshit të qytetit, rruga Dëshmorët e Kombit deri te rruga Ismail Qemali, mandej rruga Haxhizeka që lidhet prej rrugës Ismail Qemali deri te rruga Gjergj Kastrioti Skënderbeu, rruga Hazir Gjaka nga rruga Gjergj Kastrioti Skënderbeu në drejtim të Nadakovcit. Do të ndërtojmë edhe një treg për shitësit e rrobave që tani mo janë në kushte shumë të vështira, dhe do të ndërtojmë edhe parkun e qytetit të Dyneku në një sipërfaqe prej 5 hektaresh. Do t'i përmbyllim ciklin e ujësjellësit, kanalizimit dhe infrastrukturës rrugore në të gjitha fshatrat, do t'i lidhim kanalizimet e fshatrave me impjantin kryesor ku kemi nënshkruar marrëveshje me Berghin prej 39 milion euro. Faleminderit.